Përshëndetje miq, jemi këtu në episodin e radhës. Të flasim të një pak për Nations League që u lut Franca me Spanjën edhe Portugalia me Gjermaninë në Nations League gjysmëfinalet. Do të flasim për seri edhe për ndeshjen kombëtare që do luhet nesër, Shqipëria me Serbinë. Unë do shikoj pak sa mendojnë të çunat e telesportit, të rreth çështjes futbollit botëror, topitar gjithashtu, po edhe do të kombëtarja, edhe do të them edhe mendimet e mia, tip për reactioni dhe faleminderit që keni pa videon, keni po subscribe, keni po like, edhe bëni sa më shumë subscribe edhe like që edhe neve vazhdojmë edhe ne të arrijmë kanalin ton. Kështu që vazhdojmë edhe ndiqim. Legjenda Ronaldo. Jo, të shohim mirë se ka edhe një herë. Legjenda Ronaldo do luaj për Realin në finalet të Nations League. Legjenda Ronaldo do i heqi titullin Jamalit. Një po triplet. Ti mire ke. Siu. Ti mire ke, po. Me shpejtësinë që ka Spanja, legjenda Ronaldo. Spanja 4, siç thotë italiani, 4 dardha e Hongrit. Ka. Sfidore Kovarë 4 dardha. Ai kishte mbyll me 5 tani mbrapa e futi gjumit. Ta thash se si u ndan ndeshja. Ja, nuk u nda shumë ndeshja, aty ka fajin të Shams, edhe kanë filluar që tash politikat për topën e ardh. Ishte komplet formacioni i Francës gabim. Komplet me Doué, me Dembélé që s'duhet ishin fush se vinë nga festimet, fituan Champions League-ën historike, duhet ta nisin nga stoli. Aty duhet kishte futur njeriu. Po mirë, nëse o Denis, po nëse duhen. Po flas o valla. Po, dakor po. Prit pas do konfirmoj prezencën ndryshim javë. Nëse ti thua që domethënë ata duhet të ngar për topin e art, po sot duhet luajnë ata. Normalisht do luajnë. Jo, po do të kuptosh një gjë që festimet. Ti gjë që doli mbrapsht. Fal pra një sekond. Festimet për Champions League-ën historike që fituan në atë mënyrë se fituan, kanë zgjatur shumë. Ti duhet të kishe dhënë shans kujt? Një njeriu që ishte i lënduar nga ajo finale që të kishte shans për revansh, ishte Thuram. Jo, këtu ka drejtë, është e vërtetë se është ajo ide që duhet të përmirësoj veten, është ajo, ai tjetri ka pije, ka ne një javë të pije, të festu, nuk do rri këtu tash duke fol, domethënë duke vrapu prapë kundër Gjermanisë, kundër Spanjës. Thuram, duhet kishte qenë. Po s'është gara topitar te pra. Po pra të them, kjo u bë një formacion i Francës për topën e ardhshme, që e mirë që kemi Dembélé kandidat favorit, po të japim shans edhe Doués që të kemi të dytë i kemi në vend të parë dhe vend të dytë. Edhe në vend që të futej Thuram, Nënç dhe Mbappé të kthehet ka i drejt krau i majt, çfarë bën? Mbajtën Mbappé, Nënç, Doué kthej, Dembélé kthej, hajde fitoni topën e ardhshme, çfarë ndodhi? Ja ata lutem, para se të lutet kjo gjysmëfinale, se ne pam edhe Portugali Gjermani, po para se të lutet kjo gjysmëfinale, ishte deklarata famshme e Yamal, okay? Yamal që për moshën që ka shumë i rritur për mënyrën se si argumenton dhe analizon, mendimin tim është pjesa e penalltis nuk u pëlqeu fare. Jo te penalltia, lëri këto postimet e këto gjëra Jo, penalltia që adoleshencës. Tani Yamal kur pyet lidhje me topën e art, sepse tani çdo kush po e çon te ai drejtim, okay? Nëse nuk do ishte diskutimi për topën e art, ne këtë gjysmëfinale do ta shihnim shumë normalisht të gjithë. Okay? Normalisht sepse normalisht jo duke u fokusuar te ajo tematik, se të themi drejt të ai Nations League-sh, okay? Nations League, po kur janë dy kombëtare të mëdha, siç ishin ato dje, dhe që kanë qytetarët e të dy kombëtarëve kanë motive për të. Po djem Nations League është gjithsesi. Po kanë motive në fushë. Tani, ajo që tha Yamal është shumë kuptim plot. Praktikisht kur e pyetën lidhje me duelin me Dembélén, që tha, okay, duhet marr viti futbollistik sezoni pa kombëtare, domethënë të rast, dhe duhet marr aty, por nëse ju donin që ne ta luajmë këtë lojë që kush del nga ne më mirë, marri topën e art, hajde ta luajmë këtë lojë, a kupton? Ajo është më shumë e fryrë mendoj unë, e pompuar apo se i duhet dhe reklama UEFA-s etj etj. Dembélé, dhe që unë shoh shumë sport amerikan, mu do më pëlqente që Yamal kishte thënë nuk ka punë Dembélé me topën e art, e meritoi unë, sa atje ka shumë trash talk. Problemi është që duhet ta mbështesësh. Këtu në Amerikë është Amerikanë vetëm trash talk klasin, po s'bën asgjë që literalisht. Këtu në Europë është çik më ndryshe në fakt. Europa është deri diku ne i marrim më gjërat më personale në krahasim me Amerikën. Ti ke për shembull që muzikë, di se që bën muzikë për shembull në Europë. Okej, janë disa që ndikojnë tek fama njëri tjetër, po janë edhe kanë edhe një deri literalisht kanë një motiv.
nuk janë thjesht kot ajte për famë. Kurse në Amerikë vjet teatri ta bë për famë kot, ai kupton nuk cënohesh fare fizikisht ose ndonjë gjë. Edhe një të gjë është dhe këtu, në futboll një të gjë, sepse është funditës mentaliteti i njeriu që ka i zonës. Kalojmë tek çështja e topit tar. Ajo që tha Jamali, është që ke fryrë, jam dakord. Jamali ka ato të veta që ka arrit, po të njëjtën statistik po themi që ka bërë Jamali, ka bërë edhe Olizeja tek Bayern, nëse do me kap Bundesliga. Në 2 kupa ka fitu Jamali, në 2 kupa ka fitu dhe Olizeja. Hajt 3 ka fitu Jamali, për arsye se ka fitu dhe Superkupën, ku dhe ju në që fitoj tjetër 2-3. Edhe nuk ka që të bëj, gola ka bërë më shumë në Olizeja, dhe thoshtë jo po Bundesliga me La Liga, është ndryshimi, po nëse do me kap në statistikisht në sasi golash, edhe Dembeleja në Ligue 1 për lozë dhe për themi është varë lërë si ligë, po prap Olizeja ka bërë më shumë se Jamali, nuk mund të kapësh. Pastaj, nëse do me kap në ndikimin, në ndikim nuk e vjen diskutim që e meritoj Jamali. Po nëse do me kap statistikisht edhe impact, nëse do me kap në sasi gola dhe gola që ka bo ai në lojë dhe sa decisiv e meritoj Dembeleja. Se vjen diskutim fitoj tripletën, ka qenë s'kena që t'i thonë, nuk na pëlqen neve, do thonë shumë njerëz, jo po Riberia, jo po Schneider, jo po Iniesta. Funditës, ka që ato kanë qenë kohën e Messi Ronaldo, s'kemi çfarë më bë. Me fakt. Praktikisht ajo ishte. Ai bëri nuk e bëri ashtu, se tha e meriton Dembele. Tani, unë nuk jam dakord që meriton Dembele me një sezon në 10 vite. Po jam, tash topi art për sezonal është funditës. Jam dakord, nuk e meriton sepse ka pas lojtar më të mirë se Dembele. Kështu po ka qenë kohë tjetër, është fati i tyre i keq, po nuk mund ta themi tash që Dembele meriton se ka marrë Schneider, ose se ka marrë Haaland, ose se ka marrë Leva, ose ka pa lidhje. Ato kanë qenë fatin e keq se kanë pas Messi, Ronaldo, më the tash. Një sezon të mirë, i delte një skuadër që akoma nuk e din çfarë ndodhi me Interin finale. Akoma nuk e din çfarë ndodhi me Interin finale, lutem. Ai tha mos më pyesni, t'ju them kush është lojtari më i mirë i vitit. Tani po të them. Do ta mbaj për veten Lojtari i vitit, jemi dakord? Okej. Ke bërë një emision këtu për vjedhje. E mban mend emisionin. Lojtari i vitit në Champions League atë vit ishte Vini. Po. Kush e fitoi? Rodri. Para Vinit, lojtari i vitit Champions League ishte Rodri. Kush e fitoi? Messi. Ai, legjenda atje. Tani ti krahason Nations League me European dhe botror. Po si, këtë po bën. Edhe një herë, se po ta përsëris tash, Nations League po përballesh me super skuadrën e Francës. Jo, nuk më intereson. Nuk më intereson. Nations League me botror dhe European, seriozisht e ke? Jo, në varësi të kundërshtarit, po të lutem se si e me Estoninë, je me Francën. Nuk du t'ja di. Po i bën 5 gol. Jo, nuk du t'ja di për kundërshtarin. Është Conference League. Është Conference League e kombëtarëve. Jo, nuk du t'ja di. Të njëjtën gjë them dhe nuk du t'ja di për kundërshtarin që kishte PSG-ja në finale. Do Champions League-s, si mund burrë dikush që të tjerë kanë fituar Nations League në vllai karrierë. Je po shikoj me pa kontekstin. Jo, çuna ju jeni duke çu ke ajo që intereson ju. Ti dakord me mua, dhe un po t'jap kundërshtrimin tim. Herën e fundit që ka dalë lojtari i sezonit Champions League-s ka fituar gjithashtu dhe top në art, ka qenë legjenda Karim the Dream Benzema. Pse e fitoi zoti Cicani? Sepse botrori nuk u zhvillua direkt masi mbaroi sezoni, u zhvillua në tor dhjetor. Po të ishte zhvilluar qeshor korrik, edhe Karim the Dream do kishte ngel pa top tart, po Karim the Dream ndryshe nga Dembeleja, kishte vite që performonte, nuk ka një sezon në 10 vjet. Pse kjo për ty është drejt? Kjo lloj vlerësimi që tani këto mjeshtra marrin Nations League-ën për bazë edhe një herë. Nuk është çështja a është e drejtë ose është e drejtë. Ajo që jep topin e art, ka thonë, këto janë kriteret. Tash pas kritereve, tash a është e drejtë, ose është e drejtë. Është ten diskutimi tjetër, sepse unë mund të them edhe Ronaldo dhe Messi kanë topat arti se kanë merituar se s'kan bërë ndonjë gjë, se fitoi Messi Kupa Amerikan të e po çdo vit patjetër derisa ta fitonte, me Bolivin me kë e fitoi, me a mund t'ia japin topin e art, shkoi 7 sa mori ai. Nuk ja vlen, për mua nuk është e drejtë,
se fitoi Kupën e Amerikës, u bë edhe një finalizma, u kati trofe me ishte trofe Mesit. Por mos është e drejta, po çfarë ti bëjmë? Ku është fuqia mediatike etj, është tjetër. Nuk ka lidhje drejtësia, çështja se si ndahet, si e jep ajo vetë, ajo që jep topin e art. Për mua s'është i drejtë, për mua çdo vit i bie ta marri një lojtar që e meriton, po jo që më zgjohet mua mas 10 vitesh tash. Dembele, Mbappé, me Interin, me drejtë të gjitha pak do ja japim më të mirit apo do ja japim atij që fiton më shumë trofe. Denis, nuk e bëjmë Denis Akanën që sot ka urit jashtëzakonshme. E vërtet është. Kategori do synoj Yamal. Pse Ndryshe, disa lojtarë unë nuk e shoh të arsyeshme pse duhet luajnë me kombëtarën e Francës, që disa nga ato janë dhe gavaxhi dhe nuk janë formën e tyre më të mirë. Spanja bëri lojën e vet, Spanja luajnë tani pilot automatik, kur ke një Yamal që për mendimin tim është një fenomen që lind një herë në 100 vjet dhe nuk e dim kur do lindi më një tjetër i tillë, kështu kemi thënë edhe për Messi dhe Ronaldo patjetër, por që ja, te kjo kategori do synoj Yamal. Spanja ka Yamal, po jo vetëm, ka shumë çuna të rinj, luajnë shumë korale, luajnë shpejt, ka një ide loje, ka një mentalitet. Për mendimin tim nuk ka rëndësi trajneri, edhe pse trajneri është i aftë, nuk është trajneri i dobët, por unë mendoj vetëm nëse do shkonte Pep Guardiola në të ardhmen te kombëtarja e Spanjës, e mendoj se çfarë mund të ndodhte aty, edhe pse Edhe shiko është nëse flasim për ndeshjen konkrete që u lut, ajo bën ndeshje shumë e qartë. Spanja është Spanjë, me rikthimin e Pedrit, sidomos për shembull, se nuk ishte asnjë europian i kaluar, ishte i Pedri që vërtet na habiti dhe na po diferencën e pa me Barcelona, është rrit shumë edhe për Hansi Fliku, sepse unë për vete personalisht Hansi Fliku më pëlqej si trajner, edhe vërtet i rrit lojtarë, sidomos lojtarë si Yamal, edhe Pedri, Boni Rafinha, që Rafinha ishte bërnut fare, nuk ishte pik lidhje, sa gishti i vogël i komës Yamalit ka talent dhe prapë Boni super lojtar. U diskutonte topi i art deri në gjysmën e sezonit që mund ta merrte Rafinha, pastaj i ra takatës, s'kishte më çfarë më thon. U kubo Rafinha me bë gole kështu me si puna Robinit, po nejse, për shtyllën dytë. Spanja është Spanjë, ka është siç e thotë gazetari Antonio, që tha që edhe trajneri është shumë i mirë, por s'ka çfarë të bëj sepse janë lojtarë shumë të mirë. Këtë gjë më kujtu me atë Brazilit, më duket vitet 2000 që ja bë trajneri, thonë mos kishte çfarë të mësojë lojtarëve, thonë atje ka pas ka Ronaldinho, fenomene, më thash me shok. A që ti thosh aty? Ti thosh mësohesh si të futboll ose si të boshin kimi me njëri tjetër. Nuk i mësoj ato sepse ishin totalisht nivel tjetër, stil loje, nivel mentaliteti, ishin gjithë talent. Edhe thjesht futu o vlla dhe loz futboll. Ço ti thosh aty? Dhe një gjë edhe me Spanjën. Janë çuna të ri, kanë kohë dhe Spanja vërtet ka ndërtuar një lloj brezi futbollistës që vërtet po bëjnë diçka të jashtëzakonshme dhe të habitshme. Është habitshme mënyra se si vërtet e bën këtë lloj gjëje. Kjo është ajo e kështu. Kurse Franca nëse do më kap literalisht në yje në letër, ka më shumë Franca yje se sa Spanja. Po gjithmonë nuk fare, sepse kemi padhe me Parisin, që nuk është vetëm yjet në letër, sepse edhe Reali kishte për fitoi asnjë kupë si vjetë, për ideja është e tillë, që duhet të kimia në mes lojës, duhet kimia, duhet e tillë që vërtet Franca të bëjë diçka. Është dhe trajneri që vërtet të japi, sepse prandaj është trajneri që të ndërtoj kimi tek ekipi, pa edhe tallohet që nuk kanë kimi fare, janë disa lojtarë që janë out, siç e tha dhe informacioni që u boi që pse do të lozësh ma penën, ma bëja shkrau, më rtë po lozë të Reali, po pse do ta lozësh qedër ku mund ta lozësh në krah, e fut Dembele dhe atë harrova lojtarin tjetër Parisit kraut. Edhe pse fund ditës mund ta lose nga Stori, kishte Thuram, kishte këtë lojtar sa dush që ka Franca, sa dush lojtar, nuk po vuan ka skuadër parë, skuadër dytë. Po çfarë të bësh, kjo është ajo që Deschamps duhet të largohet, të cilët vi trajner tjetër që vërtet të bëj
një organik më të mirë lojës për Francën. Do jap një Ska para atje, s'ka buxhet. E shoh, mendoja që të shkonte te Brazili, por me ikën e Ancelotti te Brazili nuk e di pse më lindi kjo ideja. Nuk të pëlqen dhe fare Pep Guardiola, duhet iki fare, në 8 fare më trajner, nuk pëlqen fare si trajner. Pep Guardiolës në të ardhmen. Spanja për mua mund nisi dhe ka nisur brezin e artë, dhe qofse ju kujtohet ishte Spanja çimi që i fitoi të gjitha në të gjitha sportet 2018 sa ishte? 2008 me 2012 fitoi në ciklizëm, basketbol, volejboll etj. Nadal Alcaraz do Rafi Sinerin të finale të Roland Garros. Sineri vjen 3 muaj pushim, Ne, 3 muaj me hile. Denisa ke fjalën. Se ky 17 vjeçari me që jemi, lojtari ndeshjes gjysmëfinale kundër favoritit për top në ardhmë, doli lojtari ndeshjes. Man of the match. 17 vjeçari, topi ardhi shkon Dembele se nuk e di pse, po i shkon Dembele. Se fitoi Ribery dhe fitoi Dembele para atë lutem, nesër. Për këtë ndeshjen e sotme është shumë e thjeshtë. E gaboi Deschamps. Mund të kishte fituar gjithsesi Spanja, por nuk mund të futesh ti që në fillim të ndeshjes me Dembele e Doué, që normalisht kanë festuar me të drejtë se mas një super sezoni, normalisht nuk e kanë mendjen shumë ke gjysmëfinalja e Nations League, mendoj unë. Dhe një arsye tjetër pse shkoi 5-1 ishte edhe legjenda Unai Simon, sepse kur ishte 2-0, zoti Ticani, zoti Jao, Doué pati një bëri super tentativë nga ana Doué, se shpiku vet, ishte super gjuetja dhe reflekset e Simon, ndaluan që të shkonte 2-1, po të shkonte 2-1 aty. Mund të shkonte edhe më ndryshe, por ideja e Mbappés numër 9 shmezor, tash unë jam dakord që do e bëjnë në të ardhmen siç e bëri legjenda Ronaldo, po e bëri masi maroi fuqia dhe nuk ishte më dëshirë të sakrifikonte në krah, që të kthehej mbrapa, të bënte presi, e zgjodhi të kalojë në qendër, se donte të bënte më shumë gola. Pozicional. Që Mbappé është akoma në lulet moshës, supozohet, si rregull, akoma nuk ka vajtur ke kulmi i tij. Ka i do pa i do. 26, domethënë 26, 27, 28 supozohet që sulmuesi të arrijë kulmin. Qofse do e kishte nisur Deschamps ndeshjen me Mbappé në krah të majt, Thuram në qendër, do kishte patur më shumë shanse, mendoj unë, Franca të paktën mos sonte 5 gola. Se mirë edhe mund të kishte humbur, se do jepte shanse edhe Thuramit të harronte finalen me PS. Dhe normalisht në brenda kombëtarës Francës ka klane dhe flasim edhe kur bëjmë analizën e sezonit, se kemi të shpërim para, po nuk është më as rap. dhe të kapësh telefonat e atyre dhe të dëgjosh muzikë. Jo Marsejezja është për çfarë se për një sekond, sepse mos ai 98-s ju kishte ca petite që ishin ca dojnë për interesa dhe mos harrojmë një fakt tjetër, Franca është kombëtarja më shumë e naturalizuar me lojtar jo francez. Dhe që do të është pjesë e mungesës që kohëzore. do të thotë kjo çon këto lojtarë që të mendojnë për interesat personale se sa për interesat Jam e kombit. absolutisht dakord me Falë Antoni. se ky debat bëhet që në 98-ën që fitoi botrorin që janë të gjithë ardhur. Jo më kishte ca jo. petite që ishin ca. Jo, për ishin pak. ca. Tani është Fal, tani është si ajo memja me atë vajzën mes aty në. Një sekond. Ju fituaj botrore, ç'a ndodhi në atë botrore? Po jo pra të Po lutem ti shumë. po që argument Pa ky debati që janë nuk janë francez, po janë algjerian, ka qenë që në 98-ën me Zidane me shok. Jo, po Nuk tash. është se e filloi tash. Po mirë, ti si thotë tash, kur këndohet Marsejezja, himni Jo Marsejezja është për çfarë se për vetë francezët ato. Nuk janë gjithë dakord me Marsejezën. Ca e duan, ca se duan, çfarë të them. Dakord. Ti e pe çfarë ndodhi, PSG-ja fiton Champions League-ën në Paris bëhet luftë. Çfarë do të thotë? E shpjegon dot? E shpjegoj. E shpjegon e di ose e shpjegon? shpjegoj, Po unë. mirë mos e shpjego. Ore, vazhdo me të tjera. kupton, do të ti shpjegoj. pasaportë. ti konfiskosh atyre këto telefonat dhe të shohësh te kombëtarja e Francës. Nuk duhet prit pra që ta lidh me atë që i thash Çimit. Ti konfiskosh telefonat dhe të kapësh telefonat e atyre dhe të dëgjosh muzikën që ato dëgjojnë, po nuk që algjeriane, marokene, e çfarë janë gjithë to rrepet. Atyre ti thosh sot kush është Edith Piaf, që është këngëtarja më e madhe Ose franceze. Charles Aznavour. Ato do thonë, Edith urdhëno Piaf. ç'a bësh kë bojaxhi ç'a është. Ja. Kanë këtu dalin te identiteti pra. Ato luajnë për lekun. Kaq. Te Franca. Mund të marrësh gjithë kombëtarën e Italisë, nuk e din kush është Pavarotti, Jo, valla. le. Kush jo? Kush jo? Do bast. Mos bë A do krasim. bast? Fare, zero. Mos bë krasim. Ma more dit Piafin tash mua për Vazhdo. kodër. Po çfarë do të Ka thotë muzikë ka dëgjojnë? drejtë. Okej, më Ka ti drejtë. se Po kupton ja dëgjosh. mali çfarë muzikë dëgjon?
Qa di nga Spanja e Mali, thua, di ndoj gjë historinë e gjëra. Po Papa Franco, Papa Perez i di. Papa Perez. Nuk i di këtë. Pa hajde. Vazhdojmë. Muzikë dëgjojnë. Çike ka? Dakor, se më këmbë pas është çike Pa tempo. ndezë çfarë muzikë dëgjojnë, se aty s'ka kohezion. Prandaj fitojnë shumë botror ata. Devi, pyetje për çunat. Lexojnë Yaman. Çfarë ka bërë Yamali më shumë se duhet? Po. Ti është ekziston? Më thoj që ekziston. Një është kampion Evropë me Spanjën, para. 2 Kampion La Ligue. ka mbajt gjithë vitin performancën që ka mbajt ke Barcelona. Po vërtet. Ndeshje pas ndeshje, javë pas jave. Më shumë se duhet Nuk është bukur. Luan në një kampionat më të fortë se Farmers League. Se nuk mund të themi tash 5 vjet të rrim gjithkohës themi Farmers League, fitohet Champions League, i kanë fituar të tëra. Po deri dje than Farmers League. Tash i quajnë pjesë Liga për PSG-n është si Kupa e Italisë për Bologna. Mos them që fitohet shumë kollaj. Për këtë do flasim edhe kur bëjmë analizën e sezonit, se kemi të shpërim para, po. Nuk është as Rafinha as Dembele nuk janë për toptar. Unë kam shumë dyshime për atë finale për vetë. Ka dyshime për finalen, filloi e shitme. Aha, mirë. Për finalen e Champions League-s. Jo. Ai thush pastaj. Jo, indoktrinu nga tani që kemi pas këtu. Po jo, ka pislikë. Jo, kemi dyshime të tërë, po. Klesha. Çfarë do Klej? Anton, mos thuaj si mund të mburret dikush se ka fituar në Champions League. Ekipi jot Milan thotë që Milan është kuqezi sepse keni më shumë trofe dhe këtu futet e trofeu i Serie B. Po. Trofe. Me merit. Serim B, i dashur Klej, Dy herë e ka fitu në fush me merit. Ka një ekip që njeh bota që ka i titull pa e luajt fare si vend i parë. Tani keq vjen, por ky është realiteti. Një herë që ram Serie B. Ky është realiteti. E paç plasik e Interi. Po tani. Ka ajo tema është gjithë finale për trën tonë. Është gjithë finale. Temën që thatë për Due dhe jam mal që për mua nuk kanë krahasim fare. Ka një handicap. Që këta handicap e përjetojnë edhe lojtarët Bayernit prej vitesh, jo tani. Për Bayernin, për PSG-n, televizori hapet vetëm Champions. Po më Denis, po nuk e Denis, nuk është gabim kjo fare. Jo, s'po kupton, e ke gabim, kuptoj. Bayerni ka 6 Champions dhe e ke çdo vit, 2 vite rresht. Çfarë gjysmëfinale sezoni kaluar? E mora vesh çfarë thej që Bayerni matet vetëm për Champions League, jam dakord. Si PSG-ja. Por nuk është se po turprohet Champions League. Nuk thash po turprohet. Kur flasim për lojtar, ne i shikojmë vetëm Champions League ke Bayerni dhe ke PSG-ja, këtu po të them apo. Dakor, se tash i kemi vlerësuar dhe Virts në Champions League, se kemi parë të bëjnë ndonjë gjë, e kemi vlerësuar, tash i lutem shumë. Që un kam dyshimet e mia, kam një teori edhe un teori. S'kam, po Liverpooli po bën gabime më të madh vetës. Shumë dakord. Bayerni me shumë probleme në formacion, me lojtarë që s'duhet të jenë më sa e pash edhe ke Gjermania që nuk duhet të jenë më. E ke on gjysmëfinale edhe shumë i pafat, o gjysmëfinale të Champions League, on çerek final i pafat edhe vitin e kaluar, i pafat dhe këtë vit, i pafat. Ka edhe 2 finale që i mungojnë komplet i pafat me United me Chelsea, dhe Bayerni patjetër. Ky është faji i Realit, se kur fiton 15 Champions edhe të gjithë presin që duhet fitosh. E drejt me drejt. Ta kisha thjesht për sensin figurativ që ndizet televizori vetëm Champions dhe bëhet e vështirë që ne të bëjmë një analizë për ato. Po, shumë dakord, po Bundesliga, nivel futbolli është më lart se Liga 1. Si nivel futbolli, mënyra si luajnë është më lart. Po pra, dakord. Vazhdojmë. Granit Gashi, o Denis, po vitin e kaluar ishte më spektakolar Vini apo Rodri? Po çfarë thu? Çike kam jo edhe herë se. E shef që nuk jemi shëndet fjalë vërtet, nuk kemi kuptuar më vetë. Shëndet çimi. Kur mbaroi sezoni i kaluar. Shëndet e para. Shëndet e para. Edhe Superbook, edhe flok. Edhe World. Çim flogu. Çim kaçorrici që më thon vitin e kaluar, se nuk pse mund të kemi siç ke thënë ti shpesh ndjekës së ri. Masi mbaroi sezoni i klubeve thash, e meriton Vinicius Junior dhe s'duhet ketë diskutime se po i dhuron 2 Champions, i dhuroi 2 Champions Realit. Edhe atë vit e fitoi prej Vinit arsye kryesore. Ama thash, po doli ndonjë kombëtare që fiton Europianin dhe do dallohet një lojtar, aty do ketë garë. Nuk e ka sigurt Vini. Dhe kur doli Rodri, duke parë kriteret e reja që janë çka ke fituar me klubin, çka ke fituar me kombëtarët, ndërkohë që Vini dështonte në Copa America dhe Rodri shpalloi lojtari i sezonit në Europian, normal që do merrte Rodri. Jam dakord unë që e mori Rodri, jo, unë midis Rodrit dhe Vinit, qofse do ndërtoja një ekip nga zero, do merrja Vinin, s'do merrja Rodrin. Vazhdo çimi, shpejt, jepi ritëm. Puli,
Unë them ta marri bastonin së Lautaro se dole me kokën lart nga Champions League dhe emoji që qesh. Edhe na shpjegoj çimi pse doli në kokën lart nga. Jo, se nuk është që ka se më thonë. Ka rënj. Albi UK. Ju përshëndesim nga burgu UK, ndizeni pak atmosferën për Shqipëri versus Serbi. Po. Respekt e çuna, do vim dhe aty, do vim. Ku do vim? Ku do vim do kë burgu? Direkt se ti të shkosh dhe ke ndeshje. Rreziku është i lartë që shkojmë dhe aty. Faleminderit, çfarë thot, po çfarë? Nuk e di çfarë thot. Çfarë është ky Zarafi këtu? Ne ta quajmë karantinë të detyruar. Ja, ç'është kjo? Respekt e çuna, respekt jo vetëm ju, po të gjithë që na ndiqni kudo që të ndodheni. Edhe ata që janë burg, gjithë. Edhe ata që unë s'kam mosh për këto gjëra. Unë duhet Edhe ata që janë me karantinë të detyruar. Po, edhe ata që janë me karantinë detyruar. Për ukon flasim. Flavito, mendimi personal ky, Lamine Yamal i bën sulmuesit të i bën sulmuesit e kraut të duket tepër i mirë. Rafinha me Brazilin kërkund, Nico Williams me Atletico kërkund. Kur luan me Yamal janë ndryshe, ç'na? I vetmi për mendimin tim, sot në futbollin e sotëm, nëse mund të rivalizojë dikush, Yamal është një dhe vetëm një lojtar dhe nuk është në moshën e tij. Është Mbappé. Problemi është që shoh me Saka, me Due, kur i shef që bëjnë të njëjtat lëvizje në krah, bëjnë lëvizje të bukura, bëjnë gola. Ndryshimi i madh që kët kishte karakteristika dhe legjenda Messi, është që ky i bën me një lehtësi shumë më të madhe se kolegët sulmues të krahut të djathtë apo të krahut majt. Ky edhe në momentin që mori penalltin sot, mënyra si po e bante topin, që mua s'pëlqeu se më duk shumë që është edhe 17 vjeç, nuk e çati bësh zoti Cicani, pak më i madh. Po kur ka topin këmbë, mënyra si i kalon kundërshtarët, mënyra si godet portën, e bën me një lehtësi çarmatose, një kurse shef Sakan duhet i shef që duhet gjëra djersisin, kalojnë 3 veta, bëjnë gola të bukur zoti Cicani, po sforcohen shumë, ky nuk sforcohet hiç. Kalon kundërshtarin, këtu, hap. Edhe Barcelona pas ndeshjes sotme duhet të harroj Luis Diaz, duhet të harroj të gjithë, duhet marri se s'bën Nico Williams. Dhe çesi Rafinha. Mund ta marr aty o dha çet, nuk e di unë si ka se më kanë shkruar mua të pyes ty çfarë do ndodhi, do e përjashtojnë nga Champions League Barcelona apo jo? Se ti ke Anton informacioni, e ke nickname. Barcelona Champions League. Barcelona se ka thyer FFP-n. Unë lexova që ka vetëm 3 pikë. Janë klube të tjera që janë në rrezik për të marrë për të marrë dënime pikësh, me sa di unë të pak, me sa lexova, di që Barcelona ka marrë thjesht një paralajmërim dhe mendoj që këtë verë, nga që stadiumi ka avancuar goxha, besoj që Barcelona do gjejë mundësinë që nuk besoj që do ndodhi prapë ajo për të federuar lojtarët e tjerë. Unë këtë verë të pakën nuk besoj. Ajo shikoj, gjithë kjo situata e rregullave të FFP-s e këto është një situatë qesharake dhe super e korruptuar. E gjitha në gjithë Europën. Është një katastrofë, është një mashtrim i madh që ndodh. Në Angli del City ka 115 akuza dhe po shpenzon. Ka akoma thua? Prit. S'po flitet më. Po shpenzo 300-400 milionë në 6 muajt e fundit, sa ka shpenzuar. Ka vazhdojnë ata. S'ka problem fair play financiar. Dele në xhepi më, fut këtë xhepi djathtë quhet. Tash kanë një FFP në Angli, kanë fut një ECR si quhet ajo, që na dil ka Chelsea shumë mirë. Do shohun që ishte kjo, thoshte që performanca nëse jetë në 3 vitet e fundit rolling, më pak se 105 milionë humbje, quhesh mirë. Kanë bërë artifica domethënë. Kështu që këtë që bë Spanja më mirë ta ndali, sepse po i bëhet dëm vetes vet. Ata ti po kalojnë miliardat dhe s'po pyet njeri, këta po kapen tash me sanduiçin aty. Ti jap një statistikë zotit Cicani. Vergonjë. Për Gjeniun Guardiola, domethënë që nga 2016 që ka marrë City, 1.8 miliard euro të shpenzuara. Konfirmove? 1.8 bilion. Ua. Shumë lekë. Tash çështje Barcelona, ata këtë butallisja mu për më duket është ajo faza e fundit momentit që jetu ngrit janë ato problemet e fundit të krizës financiare që të ngrihesh edhe s'të kesh më ato problem. Lutem shumë. Nga burimet e tuja. Pa rrogat, vetëm kartona. Çka ka bërë me City në këto 9 vite? Po mirë, nuk na the. Prit një sekond, më prit, se s'ta thash gjithë karrierës, aty të skandalizoj. Të thash vetëm ke City. Një sekond. Po më fal. Ke dhënë vetëm tani, prit sekond pra se kur jep shifrën që ka shpenzu, do t'japësh dhe shifrën sa ka shit nga akademia City.
Or çfarë kanë blerë që ka kërkuar ky? Pse duhet marrun? Çimi si bën llogaria çimi? Jo, unë s'po të marr FF, po unë po them çfarë kërkon Guardiola. Guardiola e dinë Arsene Wenger që po Boka Guardiola trafikanti. Se ka frikë e vërtetë. 1.8 miliardë euro të shpenzuara nga Guardiola nga 2016 deri më sot ke City. Finale Champions League 2. 4 vjet Inzaghi 270 milionë euro, finale Champions League 2. Gjeni të futbollit me 1.8 miliardë shpenzime totale në karrierë që kur mori Barcelonën, që ai s'kishte nevojë as për shpenzime se i kishte gjithë aty, 2.3 miliardë euro në karrierën e Guardiolës si trajner. Në ato 2 Champions që fitoi Ancelotti, di sa ka shpenzuar Gerrali? Më puna vetë që gjë shumë Po gjeni me 2.3 miliardë euro bëhemi të gjithë valla. 2.3 miliardë euro. Ti s'merr njëri, pse s'merr? Kush tha? Se s'kam dashur unë. Me 2 miliardë euro. 2 miliardë euro. Unë e marr për sotin. Kushdo e merr. Edhe ti e merr. Edhe ti e merr. Edhe Arte e merr. Gjithë e marr. Me 2 miliardë? 2.3 miliardë. Ore në FIFA, shikon FIFA, ato totit që ato nuk kemi lek me kartë krediti tifuzë që ti blejmë gjithë ato që duhen. Ai po nditë reale, ti thu. Ai është ultimate team në FIFA, ta mundit realisht. Si pasur në botë, më i mire, më i fort 4 vite, 300 milion të vogla shpenzoi. 2 Champions. Pa llogaritur atë që fitoi të 10-ën. Kemo? Jo, s'kam. Okej. Do tjetër. Tash njerëzit po kërkojnë për ndeshjen e madhe. Direkt tani. Ndeshja e madhe. Ndeshja e madhe ishte që Gjermania për mua ka. Jo. Po shkurt për atë dy llafe do t'i themi, por ka dalë finale. Po mirë ti themi që ishte gol offside i Ronaldo. Tani ti s'do se bëj Ronaldo. Ishte offside i Ronaldos, po dhe i Virci ishte offside. Ishte offside dhe i sekond do dëni shkurtimi, ishte Po sekond. më falni, vazhdon. Gjermania për mendimin tim ka probleme në mbrojtje dhe kjo dallohet qartë, nuk ka nevojë për një shkencë. Kush e shikon Gjermaninë e kupton këtë problem që ka Gjermania, tani kam dyshime shumë të mëdha. Ai që ka marr Bayerni me 0, si do t'i dalë si lojtar jam kurioz. Ai ta. Është e vërtetë që ai është madhur vetëm te Leverkuseni, po nuk më ngrof. Galia ka një grup fantastik, ka lojtar super të talentuar në çdo rol. Ka lojtar që mund të bëjnë diferencën nga stoli, lojtar që mund të bëjnë diferencën në çdo moment. Vetëm imagjino tani domethënë një lojtar që pati probleme fizike fazën e dytë të Juventusit, nuk i di shumë, futet dhe e bën çorp komplet ndeshjen, Conceição. Nga krau tjetër Vitinën ai ka që ta lejnë stol, unë vazhdoj të jemi mendimin Nuno Mendes është diçka jashtëzakonshme, ai dan nëse smerr doping, nuk e di se sa mushkëri ka. Për mua ka Çim. Nuno Mendes nuk është 22 vjeç, për mua ka. Dhe mendoj që Portugali Spanjë do jetë një super finale me super futboll, sepse Portugalia ka dhe mbrojtje shumë të mirë, jo thjesht në repartë të tjera. Gjermania ka akoma shumë hallka që i mungojnë. Analiza për mua është shumë e thjeshtë. Portugalia shumë më cilësi se Gjermania, u mor vesh që ka zëvendësimet. Kë fudi Nagelsmann, më zëvendëson Sané me Gnabry. Të lutem. Pavlović nuk duhet kishte dalë nga ajo fush, më mban Goreckën me hiç Pavlović. Dhe për më tepër Denis, ai po detyrohet i shkreti nga që s'po prodhon Gjermania, ka marrë në gjithë kohën që ka ardhur 8 lojtarë nga Stuttgarti. Po të kishte qenë legjenda Ronaldo pak më i ri, ajo ndeshje nuk do kishte qenë kurrë hapur, se humbi një 2-3 raste të pastra. Jam dakord me Çimin që thotë mua më duk kur e pash më duk pozicioni e shlojë, nuk e di goli Ronaldo. Ama goli i Virts duhej anulluar sepse ishte sulmuesi si e kishte zoti i saj Voldemort, nuk e di, që ndalon Diazin dhe kur shkon topi ai është pozicioni e shlojë dhe vari që ndërhyn komplet pa lidhje bashkë me grafika e ka kokën dhe trupin më mbrapa se çka ka video. Si Rafinha me Dortmundin. Champions League. Unë vazhdoj të jemi bind që aty ke vari bëjmë Photoshop. Jo, edhe unë jam Anton në bëj Photoshop, si me as interes, aty jam dakord. Animacioni, pozicioni trupit ishte i drejtë. Ndërkohë që në realitet ai nuk e kishte trupin parë. Ne tash ose jemi bot gjithë se flas gjatë pas live ka të drejtë çim, u thash pozicionin e shojë. Gjatë gjithë sezonit, jo vetëm Ronaldo, nuk do merremi me Ronaldo. Do të aty është shumë e rënd. Gjatë gjithë sezonit, tani ose ne gjithë kemi nevojë për vizitë dhe kur shohim slow motion me pamje normale na duken offside, ose ato atje bëni Photoshop olla kanë një program që e kanë bler. Ka të dysh po marr vesh çandov. Imagjino. Po them gjëja. Denis Bilbia. Ajo.
Ajo që gjëja shqetësuese që pash unë, që ajo ndeshje Gjermani-Portugali ka emrin Florian Wirtz. Tash o është fundi i sezonit dhe siç tha zoti Ticani për çunat e Francës e Spanjës që kanë mundin ke pushime, Wirtz që pritet të shkojë për nuk e di se zërat e fundit janë 130 milion euro e Liverpooli. Ajo ndeshja e Portugalit, mu Wirtz nuk mu duk 22, mu duk 32 dhe unë kam përshtypjen që Wirtz po bën gabimin e karrierës që po shkon në Premier League dhe ke Liverpooli. Wirtz duhet shkonte ke Bayerni, një skuadër që s'ke presione, sidomos shqetëson është diçka tjetër. Mënyra se si ne po e organizojmë këtë jo ndeshje, por thoj za luftë. Flasim çik për shkak. Pak a shumë ne dalim trumpetojmë qeveritar, drejtues, federate të tjerë që kjo nuk do jetë luftë. Por nga informacionet që un kam, parapritja është luftë. Tani, nesër vjen Serbia. Po, shumë dakord. Serbia do rritet një hotel që nuk ja them dot emrin se nuk bëj dot publicitet, po është ande nga Deli Orgji, nuk bëj dot nga kompleksi. Mbaron me të. Jo, kompleksi, shiko tani. Serbia përveç që do shoqërohet paktën nga 4 makina policie, 5 makina policie, do ketë dhe shumë civil që do qëndrojnë përreth hotelit dhe do survejohen. Një dihet për shkak të hotelit, më levon ta mbaroj. A do mnesh tani më bushka? Vazhdo, çfarë di ti nga kjo ndeshje? Çfarë di ti nga kjo histori? Jo, jam dakord, po nuk e di që se makina e fugona policia. Ska informistë do të tregoj çfarë di nga kjo ndeshje. Se kisha me ty, kisha me këta që organizojnë kur s'ndodhi atëherë që ishte muhabeti i freskët. Po mirë, më le të mbaroj dhe pastaj bëjmë debat, ne është drejt se është. Për te kësaj shkon dhe më shumë se sa kaq, sepse do vinë me guzhinjer dhe ushqim me vete, se kanë frikë mos e lmohen në hotel. Që kjo vazhdojmë jemi çik këtu ke ajo çështja nuk është luftë, po është luftë. Përveç kësaj do kenë shumë gazetarë që do flenë te hoteli atyre për të qenë gati për të fotografuar dhe për të parë për të bërë video për çdo moment që mund ndodhi, qoftë se goditet autobusi, qoftë nëse i shkojnë te hoteli godasin pexhamat e hotelit e tjerë, e gjitha kjo do jetë ato vinë me një tim, me një skuadër për të mbledhur prova nëse ndodh diçka. Fakt mbledhsa. Nga krau tjetër do jenë 2500 deri në 3000 polic. Nuk do lejohet asnjë farë gjëje që të futet në stadium, nuk do lejohet as thirrjet bluza me UÇK, flamur të Kosovës e tjerë, gjitha këto gjërat, praktikisht është një luftë e fshehur që këto duan na tregojnë që është vetëm sport. Por në krahun tjetër, organizimi që do bëhet, do jetë një organizim. Dhe për më tepër, stadiumi përveç se do survejohet siç ndodhi në Elbasan, nga çdo cep, domethënë duke pasur njerëz gati që mund ndërhyjnë, nga një moment tjetër, dhe ato nuk kanë tifoz, dhe Serbia nuk vjen me tifoz, si nuk do shkojmë ne. Në krahun tjetër, ne që i presim në qendër të kryeqytetit, në një stadium super modern, me autokolon policie, me lule, me qylym të shtrum, dhe ne do na degdisin në Serbi, jo në Beograd, por të një stadium kotec pulash, që do fusin 100% gjithë burgaxhit. Pra, kjo pjesë dhe ne lëm jashtë tifozët ton, zemrën e kombëtares, dhe kam një frikë që do jetë një heshtje shumë e shëmtuar brenda stadium. Dhe kjo heshtje në stadium është një vul për lojtarët që edhe nëse humbin nuk ndodh asgjë. Tani, sa prandaj ndërhyra kërkojnë ndjes që ndërhyra, por në kohën kur u bë Shqipëri-Serbi në 2015, mas asaj që ndodhi në 2014 nëntor, tetor, sa ishte më mendash, po. Ne ishte më freskët dëshira për të bërë diçka, sepse ne ishte bërë një gjë shumë e rëndë dhe ishte më s'ndodhi asgjë. Kishim dhe zotin Bizaj që ishte këtu, ti ke qenë vetë stadiumi atë kohë, kishim zotin Bizaj dhe por ka tifoz këtu që ishte stadiumi plot në Elbasan Arena. Tani, gjithë masa që po merren, mesazhi është të bëjmë gjithçka që mos të na lëndohen ndjenjat e serbëve, lojtarëve serb. Të bëjmë gjithçka, një avantazhi i fushës kush është? Nuk është stadiumi fizik. Nuk është fusha, është tifozi. Tifozin po e heq. Zoti Ticani dëgjova që thash duhet ketë asirje. Do të ketë as brohoritje asgjë. Jo, shikon, nuk ndalohen brohoritjet. Por nëse ti në stadium fut njerëz që
nuk e kanë atë sensin e broritjes, sepse është kultura ajo që bëhet që është në rritje, nuk është se krijon nga sot. Normalisht justifikimi është gati, se e kam dëgjuar te presidentin e federatës që thotë kjo me short është një gjë që bëhet nga UEFA, gjëra shumë dakord, shumë. Aty ka një parantezë, jo nuk ka drejt fare atë. As ka të drejtë ose ka fare drejt. Pa e përdor UEFA. E përdor UEFA kur bën organizime të finaleve të Europianit, ku fusha është neutrale dhe stadiumi do mbushet gjysmë për gjysmë. Edhe bëhet shortat. Po jo, kur ti në fushë tatë? Do të thotë, po që ka bërë gjithçka, që t'ja shtrojmë qilimin. Kjo është made in Albania, që do kesh parasysh se qilimin t'ja shtrojmë serbëve. Vlahović për unë aplikova për biletat, edhe asnjë email tëm, literalisht asnjë email, asnjë gjë që të ngjartash pak të jetë anulluar ose diçka që nuk je pranuar. Thjesht akoma waiting for confirmation, pse kanë bë confirmation një 100 herë, prapë një të gjë. Kjo është ajo, tregzi kanë thënë 300-400 euro, po se si zoti lartë ti, që s'është e drejtë edhe kështu, jam totalisht dakord me ton. Shok, t'ja shtrokim qilimin, okay. Tifo grupi i organizuar edhe TKZ-ja, sa herë që janë mbledhur, sa edhe kur kemi qenë humbje, ka qenë gjatë gjithë kohës mbështetjet kombëtarës me kore me gjëra. Nuk ka dalë asnjëherë, pse shohim edhe kombëtarë të tjera që mund të ketë pak kënaqësi nga tifozët e organizuar. Domethënë ja hoqe këtë mbështetje kombëtarës. Një poshtë. Iku një. Nuk lejohet, do marrim masa se mund na vinë, se është edhe ky justifikimi se po hodh një shishe në fushë, fiton Serbia në tavolinë dhe mund ta fusi serbi njerëz të infiltruar që thjedhin një shishe edhe prandaj janë këto masa kaq të mëdha sigurie. Okej, iku dhe kjo. Tash mesazhi që jepet lojtarëve të kombëtarësh, cili është? Që mos t'i lëndojmë ndjenjat e këtyre tifozët, po i heqim. Këta s'duhet mërziten në asnjë lloj forme, në asnjë lloj mënyre, duhet ja bëjmë sa më të rehatshëm qëndrimin, sa do rrinë 24 orë do rrinë zotit Cicani. Mbaron ndeshja dhe që ndarket rrezik. Mesazhi është ja bëjmë sa më të rehatshëm qëndrimin serbëve këtu. Ti si lojtar i kombëtarës si interpreton këtë qëndrim të federatës së shtetit që duhet fitojmë apo marrim parasim se mos na mërziten? Duke marr shkas edhe nga ajo që thua ti shpesh zoti Jao që situata sociopolitike që pasqyrohet tash, me sa di unë Vučić ka probleme atje në Serbi. Një humbje e Serbisë në Shqipëri nuk do i lëvërdisë shumë Vučić, mund të shtoheshin protestat. Çfarë do bëjmë? Do i bëjmë venderin që mos marrim fitoren se mos na mërzitet serbët. Ç'do bëjmë? Ç'do bëjmë? Mesazhi që vjen për lojtarët cili është? Tifoz nuk keni. Broritje s'ka. Do kemi vetëm Kore Veriut. Çfarë do kemi? Atë ta push mbalti ta kesh. Sepse kemi. Korea Veriut. Do kemi influencer maskurës. Do kemi njerëz që shohin kombëtaren vetëm kur është në mod kombëtarja. Do kemi 1% që s'din çfarë të bëjnë atë ditë dhe do shkojnë shohin kombëtar. Kush do jetë aty? Ama për 1% që kemi ne. 1% që kemi ne. Ai 1% që për 1%. Nëse, po ju a them që sot. Fiken dritat dhe bëhet prit pra. Fiken dritat dhe bëhet ai spektakli i zakonshëm që bëhet në Air Albania. Se rinovojë kontratën për 5 vite do ketë prapë emrin Air Albania. Po. Lajm. Po më ka dalë në media. Do festohet, do shkoj. Ka dalë me komunikat. Nëse fiken dritat dhe vëmendja ime do jetë vetëm te një gjë. Te kush? Dhe stadiumi kthehet si ato xixellonjat e verës me telefona. Me blica. Për mua aty marroj atmosferën. Ka hyrë modë, s'ka lidhje. Më fal. Tani ajo ka hyrë dhe s'ka hyrë në mod, sepse nëse ti e bën atë për të postu, për të tregu që un jam stadium. Se stadiumi di se është kthy tani çimi? Stadiumi, keq më vjen që ta themi, po stadiumi është kthy në një status shoqëror. Nëse njerëzit shkojnë në stadium dhe postojnë foto nga stadiumi, tregojnë që kanë miq të fortë, kanë mos e kompliko, është sikur shkoshim dikur ke VIP-at ke Lollipopi këto. Ka hap shampanje vitet tona atëre. Kur kishte lek, jo tani. Te Lollipopi, nesër. Kjo është gjithë ideja e. Jo, është tjetër. Jo, është tjetër Lollipop. Shumë. Tani them unë diçka? Tashi na një që të bëj pak fare avokat në djallit. Normalisht që kjo ndeshje do kishte ca masa më shumë se sa një ndeshje kundër Letonisë ose diku tjetër. Pak masa do kishte. Pse? Sepse në fund fare çdo që ndodhi nuk do të marrim ndonjë dënim. Por atu ku mbi dakord pastaj absolutisht dhe nuk ka qenë presën ato që tha ty, është pjesa që atë pak kujdesin më shumë, këta i bëjnë atë që quhet overcorrection. Pra i bëjnë mbi marrin masa, jo për me martisëm, shurt muhabet.
disproporcionale me rëndësinë e gjës. Kanë frikë. E te kalojnë masën. E te kalojnë shumë më tepër masën. Kanë frikë. Kanë frikë, dakord, po këtu është problemi që çka ndodh. Unë kam ca pyetje këtu për shkak, që janë më shumë të natyrës teknike, por që zbulojnë gjitha këto gjëra. Për mua, për Antonin. Përgjithësi, për Retorike. As retorikës është. Shiko, një pjesë tjetër. Pyetje më ngeli jetim. Normalisht që Jo, varja, prit, do të them pyetje. kur dalim biletën në shitje, e para një sekond. E para një kam një gjë për të thënë. Më kanë shkruar shumë njerëz që jetojnë në emigrim dhe këtë duhet ta diskutoj se them drejtën. Pas të futesh ti, ta them unë edhe timin, pastaj marrim vetëm biletat pastaj. Okej. Të marrim temat me radhë. Tani, hoqën gjitha këto si quhen këto çadrat e gjërat e lokaleve rreth e përqar stadiumit. Çadrat kanë Gelmini. Një sekond. Hoqën me betonra, me gjëra, me gjitha këto pjesët e ndërtimeve, po themi provizore ose ndërtimet jo që janë të përhershme, domethënë, jo të përhershme, temporaret i hoqën. Tani, dinin time, UEFA ka thënë që ato asnjëherë duhet të jenë kur kanë ndeshje, me rregull. Se janë hequr asnjëherë më përpara do të thuash. Po, ama përpara nuk kanë hequr, thjesht janë mbyll lokalet, në kuptimin që s'kanë operuar. Tani, se këtu ka edhe këtë tjetër, herë futet sot bashkia që i heq. Po. Këshilli rregullues. Kush e drejton tash? Është long story. Në krau tjetër del që jo po është e kaq policisë, është çështje masash. Tani kjo puna e kësajt, sepse ideja është që tashi unë duke marrë shkak si po hapen kapitull me Bashkimin Evropian dhe duhet të jetojnë në një vend që zbatohet ligji, duhet ta di si është vërteta këtyre instalacioneve ose çka quhen këta ke stadiumi. Duhet të jenë apo s'duhet të jenë? Sipas ligjit, jo me Serbi kështu, me tjetrin kështu. Pra le të sqarohen ca gjëra në atë rast. Se shumë bukur që po bëhen këto aksione, ti marrin vesh stadiona, si janë. Kjo e para për pjesën e rrethimit stadiumit, sepse UEFA ka atë arsyetim që këto gjëra mund të përdoren në rast të përdeshje, bla bla bla, është përgjithësi për perimetrin. Po them një gjë tjetër shtesë. Tani kanë këto biletat. Jo, po them me që ta lidh me muhabetin tënd, po them një pjesë tjetër shtesë, gjatë ditës së sotme, që në mëngjes të ditës së sotme, ka qenë gjithë perimetri i stadiumit me civil për të ruajtur njerëz të caktuar nëse do fusnin diçka në stadium ose jo. Më kupton? Dhe nuk është problemi anë. Jo, prit. Mu nuk shqetëson fakti e punës që bëhet nga organet shtetërore, e asaj pune me civile, pra e padukshme. Tani mu më intereson ajo kur vjen dita e ndeshjes, ajo e dukshme, pra ajo brohoritja. Tani e para njëherë. Aty është problemi, se puna e padukshme. Le ta bëj në mënyrë eficiente shteti. Kush ka eksperiencë të parë që do vinë në stadium për të bërë tifo etj, një këshill ju jep Cicani, bëni mirë që sikur shkoni në aeroport dhe në avione që vishuni sa më lirshëm që mos të bëhet ajo metal detektor me tuta me atlete, është vetmja mundësi nëse s'doni që t'ju kthejnë randak fiflak. Luli Lemon është gocat me streçe. Gocat me streçe, po, edhe kjo është drejt. Dhe shqetësimi që kam unë është ky, që më kanë shkruar shumë njerëz për të qenë i vërtet te kjo pjesë, dhe më thanë të lutem trajtohe si temë se ne jemi shumë shqetësuar. Ka njerëz që vinë lën punët dhe lën familjet dhe shtetet e tyre për të ndjekur kombëtarën dhe e kanë bërë kudo. Dakord që ti hoqe biletat dhe the biletat do jenë me short dhe nuk do ketë më bileta selektive për grupime tifozërish, okay? Unë këtu nuk jam dakord, po e lëm këtë pjesë mënjan dhe rikthehemi pastaj. Ajo që ka shqetësuar këto njerëz, këto shqiptarë që jetojnë jashtë, është fakti që ky shorti i biletave përgjigjet kanë dalë 2 ose 3 ditë para ndeshjes. Dhe njerëzit mua më kanë shkruar, a të duket normale që ne nuk kemi prej bileta avioni se nuk dim a do fitojmë biletën ose jo, dhe ne nuk prejmë dot as hotel, as bileta avioni dhe nuk bëjmë dot as organizim. Dhe ju e dini shumë mirë që në Shqipëri, po jo vetëm Shqipëri, kudo, bizneset, kur e din që njerëzit janë për një event të caktuar që duhet vinë vendin tonë, do rrisin çmimet e hotelit, do rrisin çmimet e avionave, se dhe kompanitë e avionave e din këtë punë. Duhet ndodh, po ndodh në Francë, e din këtë punë. Ajo ndodh gjithë rrobës, keçë bosat. Pati, jo. Edhe kanë anullu bileta dhe tani. Këto shqiptar që ndjekin kombëtaren kudo, sot data 5, nuk dinin, kalojnë fal 6, nuk dinin a i kishte ardhur apo jo emaili. Dhe e kanë ndjekur, edhe nëse do t'i vinte emaili, do ta paguanin biletën e avionit, 300 euro më shumë, 200 euro më shumë,
hotelin më shumë, organizimin më shumë, etj, dhe lejen të puna, etj. Pra, e gjitha kjo solli këtë kaos të jashtëzakonshëm. Dhe pse vjen kjo? Sepse Federata Shqiptare e Futbollit dhe organizimi që bëhet ka disa sponsora që do bëjnë reklamat brenda stadiumit. Të gjithë këto sponsorat do marrin minimalisht 4.000 deri në 5.000 bileta çimi. Më kupton? Dhe duke qenë se ne sot jetojmë në një vend si Joni ku me i 5.000 lekësh ati që rrirohet e spitalit ti mund shkosh takosh 100 dush aty, dhe ky është realiteti se nuk po gënjej, më kupton? Është shumë kollaj që këto bileta siç i ke marr i shesësh. Kam nis sot duke qesh me të madhe kur lexova një lajm. Lajmi ishte që kapen 2 persona që po shistin biletën e kombëtares 800 ose 1.000 euro. Karagjozlik më të madh nuk mund të kisha parë në një jetë time. Është njësoj sikur unë tikit blej një bluzë në një dyqan dhe bluzën që është prona ime siç është bileta, unë tikit t'ja shes dikujt e kam blej 20, t'ja shes 200, sa ai do me e ble 200 dhe ti mua do të më fusesh në burg totalisht out. Totalisht out. Show i pastër policesk sepse nuk ka shans të vi mu njeri. Dhe unë kam një bilet dhe unë i vendos çmimin që duam. Ore di që pse bën këto lajme më? Që ti tremin çik njerëz. Që më dhe japin çik kov. Kush ta haj dhe ha? Kjo për mua është të gjitha unë kam padur dyshime që në momentin që na vunë në short bashk, që s'kishte kuptim pse ne duhet ishim short me Serbinë. S'kishte kuptim, mas asaj që ndodhi në 2014-ën jo. Jam shumë dakord, po ajo atë nuk mos e kërko tani drejtën e saj. Sepse ajo çifti Shqipëri-Serbi që atëherë deri tani nuk u vu asnjëherë në ndalim. Ka qenë fati që s'na ka fut bashkë deri tani. Sepse nuk e pas ndalim për atë ndeshje. Nuk ka patur pra shumë. Po nuk është diçka e tanishme. Unë tash kam dyshime edhe për shortin. Pse? Se duhet ndjekim një vijë logjike. Ndjekim vijën logjike nga Ballkani i hapur. Duhet shohim përpara. Dhe kemi së shtata. Po më dakord. Po më dakord. Duhet shohim përpara, duhet shohim mbrapa. Pastaj na vjen shorti për botrorin, dalim. Pastaj vjen para kësaj, dhe mas kësaj vjen apo erdhi para do organizojmë Europianin bashkë me Serbinë. Para ishte. Erdhi para ajo. Okej, erdhi para ajo, vjen shorti më mbrapa që do vi Serbia. Ço do pajtojmë ne tash? Po jo pra jo, po them, po jo ne mor burun, po them çfarë po politika. Unë kam dyshime për shortin dhe për gjitha shortet që janë bërë ndonjëherë për Champions League, për botror, për Europian, kam dyshime të mia. Nëse nuk u prish. Kjo është e gjitha politike. Tashi zoti Sani thotë që ne do shkojmë në një kotec atje, ja ata do marrin gjithë burgaxhit. Zoti Sani mund të ketë këshmedimi im. Po jo, mund të ketë shumë të drejtë. Jo ke info për këtë pjesë? Ama jo, un kam info që ndeshja nuk bëhet në Beograd. 2 milion %. Po. Dhe mund bëhet në Novi Sad. Kam dyshime, pastaj po në Beograd nuk bëhet. Presidenti i Federatës në një intervistë me zotin Fevziu në Klan tha, nuk e dim akoma, po mund mos bëhet në Beograd. Kështu që mund të ketë drejt zoti. Ama prit. Atë intervistën? Po më leo të marroj më. Vi ta themi çik. Ti marr sponsor atë. Se është një fjalë, klap. Çim klapiste. Po le të marroj apo? Ju do ta themi ti. Ma prishi rrillsin. Çfarë ti bëjon tash ti? Ta filloj nga e para. Vazhdo. Klap. Po që të shoh atë intervistën, pra se thash mos marrim me veshin e gjithë tash është deshë. Fjala më e bukur që kanë këta zumrat. Si mosh, pra, një eksitant pak a shumë, është cringe. Cringe fest. Cringe fest. E si kletshme them. Tash i po të thoja. Çfarë po thoja o zoti Cicani? Nuk bëra si çime, thonë që lash. Harrove. Po thoja që këtu është gjithçka politike dhe zoti Cicani mund të ketë drejt për pjesën e kotecit, ama ne bëjmë gjithçka perfekte, qofse çunave tan kur shkojnë atje, i çojnë koteci, në ndonjë gjë çunave tan kontarës, përgjegjësinë e majnë ata. Serbët. Ne punën tonë. Po është politikë vallai gjithë. Çfarë do të ndodhi serbit? Çfarë ndodhi se po jo, po trashë më mirë. E mora vesh. Ta them unë që sot. Po kur është ndeshja? Jo më ta them unë që sot. Ndeshja është shtator. Kur është? Më shtator apo tetor? Kur është? Duhet të më kujtohet çon cika. Kemi Serbi, 2 ndeshje me Letonin, Serbi, Andorra dhe Angli të fundit. Ta jap unë skenarin. Serbia dënohet atje vetëm nëse pushtohet fusha,
siç ndodhi në Beograd Eksakt. me Çado që do dronin. rreth përqak Do shikosh flamuj të kthym mbrapsht. Do shikosh thirrje gjatë gjithë kohës për vdekje shqiptarin, vdekje Kosovën e tjerë e ato tjerë. ubi që thonë ato. Do shikosh lloj-lloj marifetesh për të ndikuar psikologjikisht ato te po çunat them. e kombëtares. Ato po të them. Dhe e vetmja gjë që ato nuk do bëjnë në mendimin tim, S'do hyjnë sepse fush. do marrin urdhër nga qeveria, është mos hyn fush. Dakor. Gjithë tjerë do ndodhin. Kurse në krahun tjetër, ne këtu, Denisa Kanaj, un jam super i sigurt. Nëse çohet një njeri në tribun, po marr Nikon, se si Niko mund të ketë shumë të tjerë, Niko do jetë stadium. Oj, sa çellari. Po marr Edhe Nikon. Marko, edhe ti do jesh stadium. Nëse çohet kemi sa njerëz, bro. nëse çohet dikush dhe do bëj një të bërtitur në lidhje me diçka, ti je sigurt që do të shkojë direkt security. Kemi dhe Kështu do diçka ndodhi. tjetër, kemi Vučić që ka qenë në një miting aty ka thonë duhet ta mundim Shqipërinë, kemi dhe kryeministrin tonë që s'ka bërë një deklaratë duhet ta mundim Serbinë apo jo, me sa di unë. Ka thonë duhet ta mundim Serbinë, jo, nuk e ka thënë. Pse? Se janë të ndjeshëm Tani do serbët, dal edhe lëndohen, edhe friksohen, Pra, tonë duhet i trajtojmë me Një sekond. duhet i trajtojmë me pincë. Tashi do të them diçka unë për këtë që. Lutem. Do të them diçka për këtë që the ti. Po. Se ka të bëjë kjo pjesë, që këtu nuk mos kërko simetri midis nesh. Nuk kemi we're not the same. Mos kërko simetri. Po mi më që të thot kryeministri ja mund ta fitojmë këtë ndeshje forca çuna, Jo, fitoni no, 3-0, nuk jo ndodh. nuk thuhet, ë? Nuk ndodh. Po pse po Mos çfarë kërko keq? Nuk ndodh. Se Nuk ndodh. ata Kusht e keq jo? janë shumë të çmendur ata prandaj. Ata janë Sepse ja si çdo i kërko politika jon Denis, pret gjithmonë Jemi më tolerant. pret gjithmonë fundin e diçkaje për të dhënë postimin. Ishin deri vetëm që mund t'i kërkojmë kryeministrit ne, është që të veshë fanellën e Serbisë, jo të Shqipërisë. E kemi parë çfarë ndodh kur vesh fanellën e Ta kanë Juves. kërkuar dhe ty Denis të gjë. Ja, ma ke Po, kërkuar. jo edhe në komente. Në. Por do ta prek me doreza, nuk ta jap kështu. Në, fare. Në. Mund të vesh vetëm të Juves Vlahovićit, vetëm atë të vesh. Është pak e Ta rëndë. lidhësh. Gjëja tjetër që dua të ndalem te kjo ndeshje, përtej faktit e klimës që do organizohet e tjerë, normalisht që fakti që tifozët janë jashtë, tifozët kurgjezi nuk do jenë shumë larg stadiumit, do jenë Po, shumë disa metra larg, do jenë te vëllezrit Frashi, Po. tu te piramida përballë dhe do kenë picat, ekran te picat, po, te laguna famshme. Shi Ardemis, shi. Shi ardhe. Na thuj kur t'jemi live. Dhe normalisht ajo që un kam mësuar që ka ndodhur në të vërtetë dhe që nga largimi i plisave nga stadiumi, sepse Po, kujdes, Zana Filla nis që aty. Kujdes. Nga ajo që më kanë treguar ka të bëj me një fërkim të drejtë për drejtë mes qeverisë tonë dhe qeverisë Kosovës. Okej. Një pankart është bërë molla e sherrit dhe jo kënga mora fjalë. Po. Është bërë pankarta jemi një, e madhe. Është për mollë sherri për çfarë sy? Ta them pse. Kjo është bërë për në Kosovë kjo. Prit. Kanë qenë në të njëjtin stadium këtu te ne. Poshtë kryeministri jon dhe në katin lart kryeministri i Kosovës. Ose ish i aty. Dhe në atë moment është bërë ndasia e famshme që këtu në këtë stadium nuk duhet përdoren këto termat jemi një e çfarë janë gjithë të tjerat. Nga ajo që mua më kanë thënë Zana Filla nis këtu, ka një faj të vogël të KZ-ja, që unë i njoh ato çunat, janë çuna shumë të respektuar dhe punojnë shumë. Po. Nuk do të rikthehemi historisë, po gjithmonë kur të ndodh ty e vuan, sepse kur lan jashtë plisat, duhet kishin reaguar të gjithë. Që aty do niste pjesa që Jo, ai s'është faj, është më tepër. nuk është faj. Një histori me një prift. Ajo historia priftit, kur të vjen ty, pastaj nuk ke më njëri që të të mbroj krahët. Ke të drejtë, Ngel jam Cicani, shumë ngel Denisi, ngel Deçimi. Iku prifti. Iku prifti. Pra, e gjitha kjo është që në atë kohë dhe vazhdon, sepse është çështje politike. Dhe presidenti jon i federatës nuk mund ta thotë dot të gjë dhe mundohet ta shmangë. Unë jam shumë i lumtur, ndryshme. Unë jam shumë i lumtur që po hapen kapitujt. Jam shumë i lumtur sepse do vim. Një sekond, do vim ke kapitulli, ke këto 30 ca kapitull që ka BE, do vim ke kapitulli i lirisë fjalës. Që do të thotë unë stadium, mund shaj kë dua unë, nga cili do antar i fisit vet. Dhe kjo quhet liri fjalë, sepse unë nuk po i bëj atë gjë që po i them. Më kupton? Çka kemi antar të fisit? Ore, edhe një herë, liria fjalës.
Këtu po, këtu ka rrit pika, jo po mos shaj, ku jemi këtu? Çfarë është kjo? Shfaqje huaj, agitacione propagandë, ku jemi këtu? What the fuck? Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Liri fjalë o zotri. Duhet të kontrolloj fjalën që thon stadium. Un po të them, mesazhi që po I vjet, se shpresa e vetme që kam unë. Festivali i ndeshje, po ku ishe? Nice. Po të thoja, Fal çim Lubonja shkruan. ku je legjend. Po, a kemi thënë se shohësh çatin? Ma mori vëmendje Lubonja. Ja po fika atë. Respekt për Po Lubonja. thoja, shpresa e vetme që kam unë janë çunat e kombëtares. Problemi është që çunave e kombëtares po I vinë sinjale as pak të mira. Çimi unë flas seriozisht ai qesh. Po, bëra më gabimin e Antonit hapa çatin. Sot I madh. Okej. Fillun. Çunave të kombëtares po I vinë sinjale as pak pozitive që kujdes se na lëndohen ndjenjat e serbëve. Kini kujdes, thirrje s'ka. Provokime, çfarë mos I bëni gol se është provokim. Kujdes! Ku guxoni bën gol se është provokim. Tashi unë shpresën e vetme se do dalim në moment se do flasim për skemën dhe Po për tani, po ka ai moment jemi tani. Gjithë kjo që po ndodh nuk është as pak normale. Do të thonë ne faktorin fush kundër Serbisë nuk do e shfrytëzojmë. Po fare. Po. Fare, do kemi vetëm kaq do të kemi. No. Po është, si ku do? Çfarë do kemi aty? Do kemi brohuritë. Mirë, edhe disa çame do jenë, do ketë shpresë. Edhe të gjithë çuat do të kinë sekretarin e parë të partisë. Antoni, ore me ngret Antoni me shajt ikën e hoqën direkt nga tribuna nga. S'është nevoja të shashëm, mbështetja mund të bëhet. Xhamadani via. Atë po, normal. Jo, po sa Afrika. Po nëse kjo I prek ndjenjat atyre. Si? Po nëse kjo I prek ndjenjat atyre. Po mund të filloj Vlahović çaj, penallti. Çfarë them? Kështu është, si kemi përgatitur ne. Mesazhi që po I vjen ekipit është kujdes, mos bëni gaf fitoni. Ky është mesazhi ata. Domethënë federata dhe politika jon kanë përshtypjen do ishin shumë të lumtur me 1-0. Një snooze fest. Do ishin shumë të lumtur. Po, problemi është që do ishin shumë të lumtur. Nuk ka rëndësi vendi i dytë botror gjëra. Tashin, do të themi ca gjëra që nuk thuhen në vende të tjera. Se miqi. Jo. Do të themi se vetëm ne tre jemi. Vetëm ne, po, vetëm ne I themi këto gjëra. Po si ka mundësi për shembull që po bëhet kjo sajop që është një sajop. Kjo fushat marketingu. Ja do them. Po bëj një fushat sajop. Kjo fushat marketingu me të gjithë televizionet qeftojnë çunat e kombëtarës, stafe, edhe flasin ai për që peshku, ç'a ngjyrë ka bizelja, ç'a kemi plazhi për dorë, si u ndjeve në atë moment. A del me çadër në shi. A do marrësh unaz, a do marrësh. Ç'ka janë këto broçkulla? Broçkulla. Broçkulla. Fal, do ndalohen ato që nuk kanë telefon iPhone. Ata që s'kan telefon iPhone nuk. Po pa dhe Samsung nuk. Ti çfarë do lej shtëpi telefon? Hapi for life. Ato broçkullat është kur zoti Fevziu. Po ishte fakt. Ta ngrej pyetën. Po mirë valla tash. I hajmë në këto gjona se s'u kuptoj tash. I haj njëri këto? Mbase ky brez I vjetër, kam ato përshtypjet e mia. Ky brez I vjetër që është mësuar ai sekondë, flas për atë brezin që ka prit dhe në radhë për qumë. Shumë dakord. Për brezin tonë dhe për një shoh, kemi shumë ica sot. Ai brez mbase I ha këto gjona. Se është mësuar mbase ti haj këto justifikimet që I shkojnë për dëm. Ajo, mirë këto broçkullat që thua ti, po ajo që më bëri përshtypje mua që nuk para ndodh. Që u pyet presidenti I Federatës nga zoti Fevziu që si do luajmë, si do jetë rreshtimi për emrat. Ide ka presidenti I Federatës se kush luan e kush nuk luan, më është detyrë trajnerit atë. Shumë e vërtet. Ishte dhe forte, ishte ajo Andale, që është ajo që është një tjetër, edhe ishte e forte, ishte që po thonë diçka interesante, ishin bëj vitet të zezë, të bukur. Dhe hapi ta hap pastaj heta shpejt. Andale, prekal. Serbi. Pretësia dhe shoh. Tjo këtu. Ndodhen më vonë, pastaj kanë qenë një situatë shumë kaotike, shumë e rrezikshme. Mendova që ishte shaka e serbe, por se din më mirë, por kam përshtypjen që nga këto 200.000 kërkesa që janë bërë për ndeshjen me Serbinë, mbi 70% të tyre janë shqiptarë. Ky është gazetar kosovar I Kosovës, shqiptar I Kosovës. Ishte I gjë interesante nëse të sugjeroja gjithë ta shikojnë. Ky I vetmi, gjithë po flisë aty.
Po i vetmi vërtet që e ndjeja energjinë, që e ndjente këtë lloj ndeshi ishte ai. Ishte, domethënë, personat e tjerë që ishin aty flishin, ai zbulën pizet, jam pse të thash, dhe nuk poshin asgjë, po. Si sa dhe Çimi, është e vërtet. Vetëm ai kosovar vërtet e ndjente atë çfarë po thonte, kupton që. Po Allah jemi kundër serbëve. Nuk jam atë që do t'i rrim gjithë ti vrasë. Serbë vinë sa dush, bëjmë pushime, ikem edhe ne ikim, kalojmë Serbi, nuk ka ndodhur asgjë. Jo që të kemi urrëti ndaj njerëzve. Ose ndaj Serbë specifikisht, po. Pra po vëllai, jemi serbë, nuk do vrasim nuk do prejnë të bona, po. Vetëm ai vërtet po e ndjente atë që po thonte. Nuk është dukur. Luan në një kampionat më të fortë se Farmers League. Se nuk mund të themi tash 5 vjet të rrim gjithkohës themi Farmers League, fitohet Champions League. Ha këto gjona. Se është mësuar mbase ti ha. Thua ti, po ajo që më bëri përshtypje mua që nuk para ndodh. Që u pyet presidenti i federatës nga zoti Fevziu që si do luajmë, si do jetë rreshtimi për emrat. Po ç'lidhje ka presidenti i federatës se kush luan e kush nuk luan? Ajo është detyrë e trajnerit. Vërtet. Ç'lidhje ka? Ku është lidhja? Gravina që shkon bën ekipin e Spaletit. Ku është lidhja? Pse duhet ta pranosh si pyetje? Pse duhet bërë si pyetje? Me kë mendon ti se do luaj Silvinjo? Ç'i ka presidenti i federatës? Duhet jetë detyrë. Sa ka rrogën o zoti Sicani? Po më duket se 900.000 euro, çfarë na tha Bicaj, 900.000 euro dhe 1 milion euro bashkë. edhe se bën vet formacionin, e di, do të thënë ç'i ka presidenti i federatës se si do luaj ekipi, është gjithçka detyrë e trajnerit. Shpëtoi. Jo më Fevziu mirë bën që bën, se me ato pyetje marrin vesh. Fevziu se pas intervistës ndeshjet e Neshës Ligës ditë kualifikuese botërore, po. A ba bet tjetër. Ma bet tjetër. Krishfest. Ata do jenë stadium. Po. Për çfarë duhet? Për çfarë duhet kjo? Kush pse po Për vërtet? kupën e botës? Ore Tani, me legjendat e kombëtarës së Gjova dhe legjendën Kushta, edhe legjendën Rakulli, me të drejtë, edhe Josa, me të drejtë kanë që e thonë, edhe e kanë thënë të tërë që mos fiksohemi ke çka ka ndodhur në 2014 dhe historia që ka shqiptaria me Serbin, fokusohemi ke fusha dhe ke 3 pikëshi. Kanë shumë të drejtë, po nuk e bën dot. Nuk e bën dot. Diego Armando Maradona bëri golin me dorë kundër Anglisë 86 për shkak të luftës ku ishte ishulli Malvinas. Ishte Sipas lufta Argentinasve? Angli-Argentinë. Falkland sipas Ajo anglezëve. ishte Falkland, ha, Po jo, faleminderit. Malvinas si thonë Argentinës. Kur e ke parë një herë tjetër Maradonën të bëj gol me dorë? Asnjëherë. Bëri pikërisht kundër Anglisë. Bëri dhe golin E, po, i më kishe të bukur këllçe. të historisë Ai futbollit. kishte kohones ka Kundër vënë. Anglisë, edhe ai goli erdhi mas golit me dorë. Zotri, Pse erdhi ai një goli? sekond. Më fal sekond, Ai ta burr shpjegoj. i kishte 4 ore. Ashtu dhe, ishte edhe pak në efekt, po. Nëse Daro, është po po të tjetër. thoja që erdhi goli i dytë më i bukur i historisë që kanë parë në Po, historinë e ai me- futbollit. me para Galinës. Masi bëri atë me dorë, për t'i thënë anglezëve që unë e kam më të E, lehtë bëj të dhe shënoj kështu me dhe ashtu. këmbë se sa me dorë. Por urrejtja ndaj anglezëve ishte për shkak të një lufte në ishujt Falkland që ishte. shiko. Tani ne kemi plagën të freskët vëlla, nëse Serbia 1 nuk ka njohur krimet e luftës. 2 nuk ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe vazhdojnë provokimet nga ana serbe për Kosovën edhe çat. Prej vitesh. Është pak e vështirë që ti ta harrosh pjesën e jashtme dhe të mendosh vetëm për fushën. Me gjithë respektin për Rakullin, për Kushtën, për gjithë legjendat e Si më që kanë daku dhënë ti shumë kanë për djeg kombëtar. shtëpinë më burr, Shumë familjarë dakord, pra, është pak e vështirë. Tani Si kombëtarja, do harrosh luftën? siç e kanë Jo, thënë unë disa. jam dakord me këtë që në domethënë ta kanalizosh nëpërmjet futbollit, po, përgjigjen tënde. Patjetër, po, ajo është Patjetër, grinta, atë po them. zemra, Atë pasioni. kanalizohen nëpërmjet futbollit, se s'po thotë njëri Jam tash. dakord unë. Po për ta harruar Edhe se këto pastaj- kombëtarja ndryshon nga klubet, është komplet tjetër gjë. Është jashtëzakonisht tjetër gjë. Kombëtarja përfaqëson kombi. Klubi, një klub, Interi që rritet 5-0 nuk përfaqëson një komb. Për shembull, të marr një shembull. Kombëtarja përfaqëson gjithmonë komb. Turpi, qofse ndodh, është kombëtar, nuk i shmangesh dot. Nuk është turpi vetëm 11 vetave që janë në fushë, është i të tërëve. Du atë asaj si shmangesh dot. Kështu që është pak e vështirë të përqendrohesh. Unë jam shumë dakord që duhet të përqendrohen çunat ke fusha sepse kemi Serbi, Letoni. Kemi mundësisht 9 pikë që mund Edhe Letoninë s'po flasim, po nuk nuk është shkollaj, thonë, po. Jo, që nuk është, po më thashun që është shkollaj duke Ju parë që s'po formën që kemi patur në ndeshjet e fundit dhe trajnerin që ka harruar nuk ka më guxim të luajë futboll. Gjitha të vështira janë për ne. Ka ardhur një moment kjo ndeshje. Ka ardhur një moment shumë delikat. Pse
ka një krizë të thellë besimi. Ndaj të gjithë dhe të gjithë. Edhe trajneri ka të vetat, dhe lojtarët kanë të vetat. Shiko, Djema. Edhe kjo është gjë më kështu. Se ti s'di kujt i besosh, që ka një krizë besimi këtu. Atëre, shiko, unë jam i bindur që 50% e mos i lagë robot, kur jo, bishi. 50% e lojtarëve kombëtarës nuk kanë flet gjumë. Janë duke e pakta. Jam i bindur. Kë janë duke pa Misionin ton, po. Jo, nuk besoj. Okej, ti s'beso, unë besoj. Nuk ka rëndësi. Nese. Edhe unë besoj, hashtag, unë besoj. Nese. Do të na çoni mesazh. Kle tani se janë gjëra të tjera për të mesazh se Jo, nuk i bie që e kanë thyr atë, e kanë thyr rregullin. Po, rregullat për të thyer janë. Duhet flasin për Haribut për kështu. Nëse ashtu si jam i bindur unë 50%, atëre e thën nga fakti që Silvinho do bëj taktikat, do bëj skemat, do bëj përgatitjen teknike të ndeshjes, se analizën e kundërshtarit e gjitha me radhë, ajo që lojtarët e kombëtarës tonë duhet bëjnë është vetëm një gjë. Më kujtohet gjithmonë ai filmi që tha për atë centimetër duhet sakrifikoj gjithë skuad, po. Ajo është diskutimi. Every given Sunday. Për çdo centimetër duhet sakrifikohet. Domethënë, duke sakrifikuar për një shoku i vërtet shokut në fushë, që njëri ngret dorën, tjetri i thot ç'a bën ti, etj, unë nuk preferoj të shikoj kundër Serbisë. Preferoj që të bëjnë fjalë pak, po punë shumë. Dhe kanë kohë kur të bëjnë këto, ngri durët këtu, ço durët atje, etj. Fokusohu në fushë, lufto fort, lufto për shokun e ekipit, e shikon vështirësi shokun e ekipit, shkon ndihmoje, sepse kjo ndeshje do jetë ndeshje fizike, emocionale, por gjithashtu edhe këtu. Truri duhet të jetë shumë i kthjellë. Nuk është në 2025 nuk është habi që të çosh një psikolog. Më kupton Denis? Që të flasje, që t'i shpjegoj, që të ndaj atë pjesën e sinjal pozitiv, sepse unë vazhdoj të përsëris. Silvinho do mbaj gjithmonë, jo për fajt Silvinho do mbaj gjithmonë një diskutim të thatë çështje sportive. Aty s'është faj Silvinho, se aty ke pjesa. A pikërisht pra, koj Silvinho grupin. Ja nuk jam dakord me. Një e para punës Gjimshiti, Daku, e të gjithë nuk ka nevojë ti motivoj. Nuk ka nevojë të gjithë, nuk ka nevojë ti motivoj. S'ka nevojë për motivim ajo. Silvinho ka nevojë ti motivoj në qoftë do të rikthehet që të bëjmë një lojë me mentalitet sulmues, lutem. Na rikthej ke faza kualifikuese e Europianit, sa ishte futboll, edhe ato golat që shumë veta i quajnë me fat, e erdhën për shkak të guximit që tregonim në lojë si dilnin përpara. Mos na mbyllin mbrojtje, që të marrim një 0-0 që të vazhdojmë mbrojmë CV-n e shef 0-0 se Serbia është më lart se ne në renditjen e UEFA-s, FIFA-s, morëm një 0-0 me një ekip shumë të fortë. Kto ta harroj? Ti japi çik guxim skuadrës, ti shfrytëzoj cilësitë që i kemi shumë të mira në mbrojtjen mes fushë dhe në sulm edhe në port. I kemi, nuk është se na mungojnë. Kjo Serbia se po bëjmë sikur çfarë nuk është dhe aq mirë. Unë e di se kush duhet sulmuar edhe është lojtari i Milanit dhe e pika e dovës së Serbisë është lojtari i Milanit. Ai o del me të kuq o pson 3 gola. Kur ta bëjmë atë analizë. Shikoj, un kam jo thirrje, po them se kam thirrje, por diçka për çunat e kombëtarës. Nëse na ndjekin, domethënë. Nuk besoj se na ndjekin, okay. Jo, gjasat që na ndjekin. Më çrëndsi ka ne bëjmë tonë. Tash është kjo. Që pavarësisht se ç'o ndodh mbi kokat e tyre, nga gjitha institucionet me 3 gërma, 4 gërma, 5 gërma, s'ka rëndësi. Ç'a ndodh ke stadiumi, ç'a ndodh me tifozët. Ata janë të vetmit që mund të operojnë me kokën e tyre. 90 minuta. Janë të vetmit rreth sipër anash tyre. Janë të vetmit që kanë realisht diçka në dorë. Situata, sepse patjetër që futbolli është, po të paktën pikën e dur është një kundërshtar i tejkalueshëm. Dhe le ta tejkalojmë atë. Jam shumë dakord që është. Vetëm një gjë, një dyshim të vogël më lindi teksa pash që u zgjodh gjyqtari, nuk dua të mendoj kur keq. Nuk nisem asnjëherë nga ai mendim. Jo, nuk nisem asnjëherë nga ai. Por edhe kur luajtëm këtu në Elbasan me Serbinë u zgjodh po italian. Tani kjo UEFA. Më çlidhe ka tash kjo. Jo, tani ti bën teoritë tuaja. Tani mbledhe mua apo ide, bëj teoritë mia. Anton terroristi. Tani është rastësi do thoni jemi fqin afër etj, po këto në Eurovision nuk është se na dhan vota këto italian. Tani e do dhe brigjin e kësaj. Eurovisioni. Lider francez. Jo. E ka Rai janë të majt. Në qeveri janë të djathët.
ka skizëm Aty ka aty. të Po do t'i drejtë, ka dishe skizëm. çka do brenda. Ka skizëm o. Okej, zoti skizëm, Soni, ka Gjithsesi për skizëm, mendimin tim e vetmja është që të jetë ka një mundësi ta luftë dhe nervat më shumë se sa ç'duhet. Pastaj nëse vjen momenti që duhet të kaluan nervat, Ç'po bë? Ç'më i thu? Jo, duhet të jenë qetë, shketa, marrin revanshën, mos nëse e tek. vjen, Po ku do vi o? Ta ngritën 3 gishta. Ja, mos Po bën, mirë, pa e bën Kastila atë do e bëjnë, Ne, unë do mos- të bëjnë, unë ç'i s'kam se merr lojtarët në pjesë. E urma me vetë shqiptarët, se po t'ishin tifozët ultrasit, aty ndryshon puna. Megjithatë, unë mendoj që jam dakord me ty që nuk është niveli aq shumë. Kjo. do nuk. Tani, Aty As nuk- mi sa spesh kështu. ajo shpreha leprin bark tani para se të nisen stadium, duhet të heqin gjithë të keqen që kanë, domethënë, ose frikën që kanë. Eye of the Tiger. Dhe Ai, unë dhe mendoj Tiger. që një dokumentar i bukur mbi historinë e Shqipërisë të E, madhe, Po mund t'i tregosh atë dokumentar të ndeshjeve të Shqipërisë kundër Greqisë, this is not Portugal. Edhe- Kundër Anglisë këtu që anullun Raklit i super gol ishte 2-2. Kundër Tani bëjmë një Gjermani parashikim 4-3. Parashikime, unë them, edhe qoftë edhe ke një gol, mos e thuj edhe një herë. rezultat, të një Po gol, të të them një lojtari ngjarje. që besoj se do jetë titular. Qofse do jetë titular në mbrojtjen serbe, Pavlović është lojtari i serbëve që duhet sulmuar në çdo moment, sepse siç ka thënë Bica në fillim të këtij sezoni, pa top në këmbë është një problem për vetë në vetë. Një, nuk di të mbroj, 1-1. 2, kur e Është kalon prallë kundër si finalja? Urtro? Është prallë si finalja PSG Inter? Si Kjo? është prallë? Mo? Jo, ke pa prap në Jo, s'kam parë asgjë, jo, s'kam parë asgjë me këtë, po. Prallë, Dhe thotë kishte fituar Inter, Ai dha po, do fit vazhdon. ditu prallë. Po, po, prallë ishte them, buçafi. lojtari që ka sulmuar, edhe unë do preferoja të sulmuaj 1-1 nga broja, sepse edhe ai rrezikon kur e kalon kundërshtar, rrezikon penalltin, rrezikon të kuqin. Në lojën pa top Pavlović është shumë i dobët dhe aty duhet përqendrohen sulmet tona. Për sa i takon rezultatit, unë do m'pëlqente shumë një skem 4-4-2 e mbuluar mirë ekipi, mos ketë shumë distancë midis repardheve, që mbrojmë bashkë, dalim gjithë bashkë përpara, unë dua Uzunin me brojën në sulm sepse Uzuni nuk pushon 90 minuta. Pressing, lirohet broja se zbret Uzuni. Po ndoqi njëri Uzunin dhe përton broja. Unë them, ata dy që vendosin ndeshjen, janë Aslani dhe broja. Gol nga 30 metra nga Aslani, 20 metra. O, do ta kapësh edhe 30 metrash nga Aslani. Super assist, Se do them diçka për këtë që thotë Denis. super assist. Aslani ke broja, si ka kapur Crespon 2005-ën, po jo ajo pjesë e dytë. Dhe jo, kjo, pjesë e dytë s'na duhet. dhe kjo që S'na thotë duhet Denisi, fare. dhe kjo thotë Denisi është diçka që nuk prish skemat të rënjërit. Jo, nuk e E pat sot Ojer Zabalin para se do të Po. ndeshje që i thoshte Jamalit, "Ore, ma jep mua që ti Po. tërhequn këta dhe shumë do të goli." Pra pa i prish skemat të rënjërit. Mjafton lëra komunikative të automatizmeve që kanë me njëri tjetrin, tifusin në zbatim, Është shumë është, domethënë ideja është që ndodhi. ti të heqësh pikat e referimit që ke forta për të liruar lojtarë të tjerë të caktuar. 2-0 them u fitojmë. Qimi? Po mendohet shumë djalë. Po s'na tha për finalen e Interit. O, mërqim se na zunin nëshja 2 Thuaj se po ashtu. Po jo, pse keni kaq vështirë atë? Barazim del për mua. Wow. Barazim 0-0? Okej. Fito Një politika, sekond. fito politika. Okej. Versioni Anton Ultras. 4-0, 5-0, 6-0 do bëj. Edhe Strakosha me humba Dani. Tani të Antoni. Edhe Strakosha. Antoni. Okej, Antoni profesionist. 1-1. Atëherë mendim, 1-1. atëherë, okay. Se të kuptoj se po mendohesha. Mendimin tim profesionist nuk do e dëgjoni. Që thot? Do dëgjoni vetëm tifozin. Po deri tash kemi dëgjuar çfarë profesionist? Po. Ha mërqim o burse se na zuni. Pa, mos mbledh ai, Se u zonin Po në ndërpret në edhe. fusin burg. Po Ndërpret. thua. Unë them fiton Shqipëria 3 dhe bi qeveria e Serbisë. Direkt dhe mbrapa. Bi qeveria servisa. Shqipëria 3. Qim skenaristi. Rrul ballkanik. Kam një se më duket se herë në fundit këtë pjesën e Shqipërisë ka gjetë Arte. Arte! Sa del ndeshja valla? 0-0. Po. Patata. Ai është boring fare. Me një tash ka emocion 1-1 Ka për për bën. dalim. Ka për ajo që 1-1 është okay. Ajo që thot ai politike pas, shtrim tapeti. Vetëm mos aman. Ja. Aman.
Vetëm mos ta hajmë atë golin duke flet në qendrën goditje standarde. Jo, ky është një nga problemet e tjera. Vetëm atë gol nuk do ta Ka shoh. të gjithë me Milinkovic, i ka të gjithë të shtatlart. Kështu që aty goditje standarde do i kemi problem zoti Sani. Na duhet broja Tani kur të jenë ata. çimi do lexosh ca ose ti S'na ka çu. Okej, Denis, do ta mbyllim argumentin me atë që kaosin që ndodhi në Itali me trajnerët. Okej? Me çfarë? Jo. Jo. Se mbyllun me atë, unë du ta mbyll me atë që pse humbi Interi finalen. Ai Ka ka teori do japësh konspirative. të rin, jo, atë do ta diskutojmë trajnerët tani. Jo, po se do Jo tani. herë do. Jo tani. Ç'a ndodhi Kur pra? filloi dominimi i Milanit do. Ç'a ndodhi? Ç'a histori e di? Historia. Me Allegri. Prit tani, Që ja kena- prit. Vazhdo Milani, çimi. Furlani ka bërë më në fund një gjë tjetër, vazhdo. Çfarë vazhdoj unë? Për pse humbi Interi Po finalen? jo, më atë do të për tash i kemi Shqipërinë. Çfarë do lesh për botëror klubesh? Po konsumore të Është viks. Po. Si janë ftoft tash, po jo. Nuk është momenti. Na lajë një bëma mister. Po me çanta kanë shkuar Okej, ca, po. jo është historia, çfarë O është Kli, historia? çon mesazhe Kli. O Kli, po s'kam thënë fiton Serbia 2-0, fitojmë ne 2-0. Kur kam thënë fiton Serbi 2-0? Se ka thënë. Ne kam thënë, o e lidha me filmin e Interit në Denis, ç'a mendimi ke dhe Tashi- ç'a ndodhi në Serie A me trajnerët? Zoti Jaho, man mund para ca kohë, shumë kohë që bëra unë mora një skup na erdhi nga jashtë, nga Ervini, po e them po, që një Allegri shumë. shkon ke Interi në fund sezonit. Po. Në një ndjekës i rregull të emisionit Ervini që shumë informuar, më duket se duhet jetojnë në Milano, është interist, fatkeqësisht. Interist, mos e po edhe vetë. edhe më çoj këtë skupin që bëra unë atë ditë që thash që Allegri zvendëson Inzaghin në fund sezonit. Po. Kisha dyshimet e mia. Tani ka dalë lajmi që Allegri shpëtoi nga kthetrat e Marotës, sepse doli lajmi në media gjëra që Inzaghi nuk largohet nga Interi para finales. Nuk largohet dhe thuhet që këtë lajm e kanë nxjerr çunat e Milanit, më saktësisht Furlani. Çfarë roli ka Furlani ke Milanit? Administratori. Administratori. Një Ka nga. nxjerr këtë lajmin nëpër media. Edhe këta janë tërhequr nga Allegri dhe pap tare ndërhyrje pa top pap siguron Allegri dhe tash kanë ngel ke Kivu kanë ngel. Po. Mëse këtu filloi dominimi tash. Mos harro prit kur i Milan kthyen. Kalote refuzoi Como t'i jep te Fabregas dhe Fabregas shkoti. Normal. Po mi se si arritë ta bëni Tani, Milan show dhe këtë. po të them, jeni këtu, prani e kam thënë, Banterera apo jo, shkurt. fillon dominimi i Milanit për 5 vite të ardhshme në Serie A. Këta Juventusi do maj Tudor Bob, no man. Këta do marrin Kivun, që nuk më duket Që është një ta gjë si Tudor Bolli. Filloi dominimi i Milanit. 5 vite Do mendimin Real- tim për këtë pjesë. Real Madrid përgatitur se po vim. Shkurtimisht. Në mendimin tim, un Bëhet gati rikthimi i Romës. këto ditë ças kam Luka lexuar. Modric. Këto ditë ças kam lexuar, ndoshta dhe ato teoritë konspirative të çimit Okej, që do Milan t'i show thot- vazhdoni ju. që do t'i thot në Ja, botëror po flet për klubesh, gjitha, po flas për gjitha. Iku Çimi. Jo. Është një shpigje e pastër Denisa Kanaj që pse? agenti që ka çuar Inzaghin te Al Hilal në Arabinë Saudite, prit, është Pastorello që është agenti shumë Po, lojtarëve po. brenda ekipit. Shumë dakord. Të Ah, gjithë brenda ekipit të Interit. të gjithë Ah, lojtarët okay. e Interit kanë ditë vendimin e Inzagit dhe drejtuesit e Interit kanë ditë largimin e Inzagit. Kjo është një tifoz të Interit, po ju flas hapur siç flas të herë edhe ke Milani kur vjen puna për drejtuesit. Tifoz të Interit kanë tallur kulon me ju drejtuesit e Interit. E kanë ditë që do ikte Inzaghi dhe zgjedhja ka qenë që në fillim Kivu dhe kanë bërë një show të papar për Fabregas, për tjetrin, sepse Interi ka nevoja financash për të mbyll borxhet dhe pronarët e Interit janë gjithashtu njësoj si pronarët e Milanit, fonde që e kanë vetëm biznes me keqardhje të madhe. Serie A është kampionat që për shumë vite nuk do ngre kokën nëse nuk vin pronar ashtu si duhen dhe investohet paraja ashtu si duhet. Vin vetëm për biznes dhe në mendimin tim ekipi që e ka rrugën shtruar dhe që ka realisht një projekt dhe jo projekt një vit ose 2 vit siç po bën Milan, Inter, Juventus është Napoli. Për mendimin tim edhe vitin tjetër kampionatin e merr Napoli dhe do ketë duel dhe Romën. Kush? Me Romën mund ta ketë duel. Po, ka mbaruar kampionati vitin tjetër, është Milani për 5 vite të ardhshme. No. 5 vite të ardhshme. Jo që gjithë. Më vjen keq për mënyrën se si erdhi puna. Milanin tash. Viti që vjen, sezoni që vjen është, po ta përsëris, është i djajve.
Amorim dominon Premier League-ën me United, Allegri dominon, po qesh. Këtu do jemi kur do ankohet për Virtse, për slotën. Nëse, do presim. Amorim s'dominon dot as kuzhinën e shtëpisë vetë mor burr. Shumë trajner i mirë. Tashi që do ndërtoj ekipin e vet me Mbeumo e me Cunha e me ka për të bërë super. Gjove dhe Gyökeres që pëlqen United. Prit se s'ke parë gjë akoma. Viti që vjen është viti Allegrit, është viti Amorim. Dominim total i djajve, rikthehet United, rikthehet Milani. Ama avantazhi që ka Milani është Napoli me 3 kompeticione. Me De Bruyne 33 vjeç. Do t'i heqi 2. Po kur do e heqi se tash është bërë fas kampionati, nuk e heq dot aq shpejt. Conte do e donte formatin e vjetër. Rezervat mund t'i fusi, por nuk del do 22-ti. Kujdes për kuqin De Bruyne se 32 është, Milani po merr Modric 40. Kujdes. Ktu do jesh me Modric kur ta shohësh kuqen si që ngre Champions League-ën mas 2 vjet. Renders, Theo, Menjo. Tjetër Zigigën, Leao. Po çfarë flisim? I sakrifikuar do të ishte Leao tani. I sakrifikuar Milani duhet ishte Renders, duhet ishte Leao, Theo, Maignan duhet ikin shumë shpejt. Nëse. Po të them ke një Milan vetëm me kampionat, ke një United vetëm me kampionat. Këto të dyja do dominojnë kampionatet respektive, këtu do jemi. Pastaj mos më fillo të mi bësh komplimente Amorimit dhe gjëra. Mbaj mend çfarë ke thënë. Na thuaj çfarë thën kafe për Liverpoolin. Do ta thush tani me që jemi fundi. E thash për Liverpoolin, e thash kur filluam. Që Liverpooli sfutet në katërshe. Virts do jetë dështimi i sezonit vitin tjetër. Renders do bëjmë më shumë gola dhe asist të City se Virts. Çfarë për Rendersin? Tregoj popullit çfarë the. Çfarë the për Rendersin? Çfarë do bëj ke City? Do marri vetë të zëvendësoj kë? Jo, nuk do zëvendësoj. Po dalit Panera. T'ja nxjerrin çfarë? Ja më ta them sot. Sa data sot? Do zëvendëson Renders 6. Nesër na futu Renders bën më shumë se Virts në Premier League. Jo. Ke thënë Renders do zëvendëson pra se po pyeste për Virts. Ke thënë Renders do zëvendësoj Kevin De Bruyne. Po. Atë role kanë marrë. Për atë role kanë marrë. Po. De Bruyne Renders, jo teknikisht respektin, nuk i lidh as pucët. Do zëvendësoj. Jo do jetë De Bruyne. Fillon kthesa. Do zëvendësoj. Po zotri. Idiot që them Renders do jetë De Bruyne apo tani. Çfarë të thash? Do zëvendësoj. Të thash mos e thuaj kur të filloj emisioni këtë që më the mua, thu që the ke grupi që Renders do zëvendësoj De Bruyne. Se pyetja ime është, kush do zëvendësoj De Bruyne? Do kthesh. Ore, do kthesh prapë shkollë nga e para apo çfarë? Nuk do jetë De Bruyne. Do zëvendësoj rolin e De Bruyne, nuk do ketë rol defensiv, do ketë rol sulmues. Arda, je një farë diplomati. S'ka gjë. Okej, shumë mirë. Hollëm dhe qeverinë e Serbisë, shumë mirë e bëm. Ti dhe Arda nuk hitni asnjë gjë poshtë, 0-0, 1-1. Po thash pra me entuziazëm, gol me hund Strakosha. Imagjino boj gol me hund Strakosha i dali dhe gjak ndërprehet loja. Kena shumë frikshme. Si thua çim? Se po na fillon finalja e NBA-t valla. Ta mbyllim si thua. Patjetër. Forca Indiana. Edhe debuton Carlo Ancelotti. Mendimi për rezultatin e neshjes. Çunat janë gallat, kanë të qeshme, kanë shumë bukur. Unë kam shkruar që të drejtën me hik të emisionin, s'm kam ftu, s'ka gjë. Unë i bëj në këtë lloj forme, këtë më thonë sa. Gjëja tjetër për këtë ndeshje, unë mendoj që të dalin një ndeshje 1-0 për Shqipërinë ose të dali timi realist. Me në gjithë të gjëre që për shofim pa entuziasm të dali 0-0 gjë e vakët ose 1-1. Nuk e shatë fitoj themi atë që është, ose dëshira është e madhe të fitojmë 2-0, 3-0 në një rrullë, si që thënë dhe qumë. Par në te që më ndoqët edhe të shemi së shpejti mas ndeshjes me Serbinë.